Në zemër të kryeqytetit, sheshi Skënderbeu mbush me ngjyra kuqezi, teksa flamuri kombëtar u ngrit solemnisht për të shënuar 28 nëntorin, ditën e pavarësisë dhe të heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ceremonia e shoqëruar nga muzikë ceremoniale dhe pjesëmarrje e gjerë riktheu emocionet, një prej momenteve më domethënëse të historisë shqiptare. Kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani, në fjalën e saj u ndal tek simbolika e kësaj dite, duke lidhur rrugtimin kombëtar nga epoka e Skënderbeut te shpadhja e pavarësisë së vitit 1912, nga sakrifica e Adem Jasharit te miratimi i Kushtetutës të vitit 1998. Sipas saj, këto data janë gur themeli të identitetit dhe aspiratave të shqiptarëve. Nuk mban vetëm një trashëgimi, mban një premtim kjo ditë sot. Dhe ajo filloi në fakt në një farë mënyrë me Skënderbeun, 28 nëntor 1443, i cili atëherë mbase nuk e dinte se 28 nëntori do të vazhdonte të na ndiqte edhe sot. Vazhdoi pastaj në 28 nëntorin e pavarësisë në 1912-ën, por nuk u ndal aty. Vazhdoi me lindjen e Adem Jasharit, 28 nëntor 1955. Vazhdoi më pas me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të firmosur në 28 nëntor 1998, fillimin e shtetit modern shqiptar, i cili donte të shkëpuste lidhjet e veta me diktaturën e dimshme dhe të vendosi një rend të ri të ligjit, besimit dhe ndërtimit të së ardhmes. Në vijim, Ristani theksoi se pavarësia nuk duhet të shihet si një kujtim i së kaluarës, por si një përgjegjësi e përditshme për të ndërtuar institucione të forta, funksionale dhe një shoqëri që respekton standardet europiane. Ajo apeloi për bashkim, angazhim qytetar dhe besim tek shteti, duke e cilësuar këtë si rrugën e vetme për një të ardhme të qëndrueshme. Ceremonia u mbyll me zduar trokitjeve dhe thirrjeve festive, ndërsa flamuri kuqezi valvitej mbi sheshin simbol të kryeqytetit, duke shpadhur nisjen e festimeve të 28 nëntorit.